Qeveria shqiptare prezantoi nismën për realizimin e identitetit digjital për qytetet shqiptare. Media britanike GB News i ka kushtuar një artikull kësaj nisme duke zbuluar se pasaj qëndroni ish kryeministri britanik Tony Blair. Kujtojmë se një vit më parë Rama dhe Blair realizuan një takim ku diskutuan për teknologjinë. Në artikull, GB News thekson se është shqetësuese që qeveritë perëndimore po lejojnë korporatat ta nxjerrin këtë gjë kur rreziqet e mundshme janë kaq të mëdha dhe të kuptuara dobët. Sipas medias britanike, Tony Blair po shtyn identitetin digjital si në Britaninë e Madhe ashtu edhe në Shqipëri. Artikulli GB News. GB News ka vënë në dukje lidhjet mes Tony Blair, identitetit digjital dhe një politikani me AI. Parlamenti shqiptar shpërtheu në zemërim teksa aleati i Tony Blair Edi Rama instaloi një AI chatbot si ministër qeverie. Vitin e kaluar kryeministri shqiptar tha se ja detyronte postin e tij ish kryeministrit britanik ndërsa të dy diskutuan planet për identitetin digjital. Shqipëria zgjodhi ministrin e saj të parë digjital në fillim të shtatorit, por historia është bërë sërish e rëndësishme pas propozimit të identitetit digjital të qeverisë sonë. Duke qenë se Tony Blair po shtyn për identitetin digjital si në Mbretërinë e Bashkuar ashtu edhe në Shqipëri, chatboti ministri i Shqipërisë ngre pyetje interesante rreth drejtimit tonë në laboristët. Digitalizimi politik dhe identitetit digjital. Diella është ministre shteti për inteligjencën artificiale në Shqipëri. Vetë Diella është një inteligjencë artificiale specifikisht e llojit gjenerues, siç raportoi Sky News në atë kohë. Avatari, i cili u paraqit si një grua që mbante veshje tradicionale shqiptare, u tha deputetëve: "Unë nuk jam këtu për të zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar. E vërtet, unë nuk kam nënshtetësi, por gjithashtu nuk kam as ambicie apo interesa personale." Ndërsa duket se nuk ka prova që AI gjenerues kanë ambicie personale në kuptimin që ka një qenie njerëzore. Studimet kanë treguar se këto AI do të kryejnë shantazh, madje edhe vrasje në situata testuese në të cilat atyre u paraqitet prova se do të fiken përpara se të mund të përfundojnë një detyrë. Edhe pse kjo mund mos jetë ambicie personale, në të njëjtin kuptim si një politikan i korruptuar, është sigurisht shqetësuese që qeveritë perëndimore po lejojnë korporatat ta nxjerrin këtë gjë kur rreziqet e mundshme janë kaq të mëdha dhe të kuptuara dobët. Siç tregon GB News, ka pasur diçka si një shpërthim në Parlamentin shqiptar kur pati një votim për të prezantuar diellën. Pavarësisht opozitës, votimi kaloi me 82 nga 140 politikanë që votuan pro. Kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama, i cili aktualisht po shërben mandatin e tij të katërt. Sky News e përshkruan atë si socialist, por ndryshe nga socialistët e Mbretërisë Bashkuar, zoti Rama është një fans shumë i madh i Tony Blair, ndërsa Rama drejton Partinë Socialiste të Shqipërisë, ai frymëzohet nga politika e rrugës së tretë e Blairit. Me fjalë të tjera, ashtu si vetë Blair, ai e ka çuar një parti tradicionalisht të majt në një drejtim dukshëm centrist. Rama dhe Blair një vit më parë ulen për një diskutim se si teknologjia i ka lejuar Shqipërisë të rimendojë shtetin shqiptar. Së bashku me identitetin digjital, inteligjenca artificiale është një interes kyç i institutit të Tony Blair. Ne dim se Blair dhe TBI-a po shtyn identitetin digjital në Mbretërinë e Bashkuar. A do të inkurajojnë ata gjithashtu përdorimin e ministrave me AI?